Takohemi sërish tek Olti Curi TV, faleminderit shumë që po bëni subscribe, po regjistroni kanalin tim në YouTube, vazhdoni ta bëni. Shpërndanit edhe miqt, edhe tek prindrit se shëron romantizmon thuaj, ndiqeni Oltin, sepse edhe nëna ime ndjek shumë gjëra në YouTube në telefonin e saj. Mirë pra, u desh një postim nga Mike, këngëtari Mike, po. Gjithmonë ai e ka lëvizur opinionin publik me muzikën e tij. Kësaj radhe me një postim, dhe postimi ishte për eskortat. Unë bëra një provokim në story dhe më erdhen 2 mesazhe të qarta nga 2 vajza që u vetë shpallën në inbox, nuk mund ta tregoja identitetin e tyre, do ruaj anonimatin si eskorta. Imagjinoni pak, po, do flasim edhe për këtë në këtë emision modest me një sigël modeste. Okej, jeni gati, tema sot është për eskortat, s'kemi çfarë të bëjmë, na rrethojnë. Okej, sigla modeste i ka edhe këto. Ishte pikërisht Majku pra që në një postim në rrjetet sociale vendosi të ndajë një opinion të tillë për një fenomen social. Fenomeni social për cilin ai vendosi të flasë është pikërisht për vajzat të cilat vendosin të shoqërojnë në momente intime meshkujt, po e zbukuroj shumë fjalën prostitut, kundrejt pagesës dhe quhen në kohët e sotme eskorta. Kjo më kujton një barsalet, ku dikush tha, ajo ka nevojë për seks, ka nevojë sepse është ninfomane, dhe tjetri tha, po folo burr, tha se ninfomane se kuptojmë, tha, thuaj kurv. Okej? Pra, janë këto terminologjitë e reja, në rastin konkret përdoret fjala eskort. Thuhet, nga se jemi informuar se ky është një fenomen social dhe prek ata njerëz të cilët vendosin që mbi jetesën e tyre, femra kryesisht, po ka dhe meshkuj, ta bazojnë tek shfrytëzimi i trupit të tyre, marrëdhënie seksuale kundrejt pagesës. Nuk ka lindur kjo sot, por është e vjetër sa bota. Por Majku e ktheu në vëmendje duke qenë se po flitet shumë dhe çdo gjë po bazohet pikërisht mbi këtë. Fjala eskort është përmendur shumë, sidomos në kohën kur u tha se mjaft vajza të troje shqiptare pra punonin në Dubai, u bë një temë në emisionin Opinion, dhe u mendua se aty u mbyll ky cikli i diskutimeve sepse u pranua si fenomen, por jo. Majku e riktheu në vëmendje, madje duke thënë se eskortat, pak a shumë, perifrazimi i